Mirë se vini në apartamentin më të ri që ka dalë në shitje në Kotën e Diellit, 2+1 me garazh. Ktu jemi në sallonin e apartamentit, i cili është i madh i bollshëm, lyer me ngjyra të bukura. Kemi këtë divanin e rehatshëm i cili merr 4-5 antar familje. Salloni ka shumë hapësira. Këtu kemi gatimin dhe gjithë mobiljet janë moderne së bashku me pajisjet elektroshtëpiake. Më pas kemi këndin e ngrënies. Ti mund të hash këtu dhe të shikosh gjelbërimin nga natyra. Ky apartament ka një gjë të lezetshme që është balkoni. Pra balkoni shikon nga natyra dhe është me shumë dritë, gjë që na mungon në jetën tonë moderne me këto apartamentet e kufizuara kryesisht, por jo në këtë apartament që ka gjithçka perfekte. Është me planimetri të mirë, pra çdo metër është i shfrytzuar, është me orientim të mirë nga drita, është i lartë si apartament. T'ju tregoj një sekond tualetin i cili më bëri përshtypje sepse ka këto pllakat moderne, kështu si me vuxha ujë deri në tavan, të gjitha pajisjet e nevojshme. Këtu pas kemi lavatriçe tharje për gjitha visat që lanë shumë rroba. Më pas kemi dhomën e fëmijëve. Edhe kjo dhoma është shumë e lezetshme. Gjë tjetër që më ra në sy në këtë apartament është parketi ka ngjyrën e ngrohtë. Dhoma është me ndriçim me 2 dritare, e bollshme për 2 fëmijë. Më pas kemi dhe dhomën e çiftit, që poshtë si dhoma e fëmijëve është me mobili modern, edhe kjo me shumë ndriçim. E përmend ndriçimin sepse është një nga faktorët më të rëndësishëm kur blejmë shtëpi. Kjo është dhoma e çiftit. Apartamenti del në shitje së bashku me parkimin që ka në katin -1, i cili zë 2 makina të vogla ose një makinë të madhe plus depo, dhe depo është shumë e rëndësishme në kohët kur jetojmë që blejmë shumë gjëra çdo fundjavë. Pra, apartamenti me sipërfaqe 88 m2, imobiluar, përfshi dhe parking plus depo në katin -1 del në treg me çmimin 183.000 euro. Nëse ti do të blesh vetëm apartamentin, ai kushton 158.000 euro. Kontakto menjëherë në numrin e telefonit për ta parë ti pari nga afër këtë pronë të mrekullueshme, përpara se dikush tjetër të vite ta heqë nga tregu. Kontakto menjëherë.